Unë quhem Enver Ruka. Jam shëndetës në shkollën e mesme profesionale Bari Hoxha në Vostre. Në projektin të cilën e kem përzgjedhur ne kemi instalimi i Microsoft Office 2010, se dhe përdorimi i programit Microsoft Word 2010. Disa fjalë rreth programit Microsoft Word 2010. Programi Microsoft Word është program që instalohet nga paketu Microsoft Office dhe shërben për shkruarjen dhe formatizimin e teksteve. Pasi që keni hapur programin Microsoft Word, do të shfaqet dritarja prej ku do të keni mundësi që të filloni të shkruani dhe të formatizoni tekstin tuaj. Pas aktivizimit të programit Microsoft Word, pranë veti kem dritaren e këtij programi, ku në pjesën e ëpërme gjendet emri i programit, në anën e djathtë gjenden butonat me vegla, minimizimi, maksimizimi dhe mbyllja e dritares. Në emrin e dritares gjenden menyt kryesore, si për shembull file, home, insert, view e tjera. Në menyt kryesore gjenden shiritat me vegla që gjenden kuadër menyve kryesore. Në pjesën në menyt kryesore, në këtë pjesën këtu, gjendet kursore, ku gjendet hapësira e fletës punuese. Këtu e kem shiritin rreshqec, ku na shërben për shikimin e përmbajtjes së fletës punuese. Në anën e majt në pjesën e poshtme i kem numrin e faqeve të dokumentit. Afër numrit të faqeve të dokumentit e kem numrin e fjalëve në dokument. Në anën e djathtë, në pjesën e poshtme, i kem pamjet. Afër pamjeve e kem veglën zonë. Përshtatja e programit Word. Përshtatja e programit në Microsoft Word 2010, sipas nevojës tuaj, e bëni nga menyja File. Duke shtypur në menyn File, hapet në menyja dhe shkojmë të zgjedhim komandën Options. Pasi që kem bërë përzgjedhjen e komandës Option, duke klikuar në këtë, hapet dritarja nga mund të bëni përshtatjen e programit. Siç shifet. Në këtë dritare, në anën e majtë të saj, shihen kategoritë. Në anën e djathtë shfaqen opsione tjera për përshtatjen e programit. Shkojmë bëjmë përzgjedhjen e disa kategorive të cilat gjenden në anën e djathtë. Shkojmë të general, ku bëjmë përcaktimin e opsioneve të përgjithshme për punën në MS Word, si llojin e ngjyrave dhe emrin e përdoruesit. Shkojmë në Save, ku në anën e majtë
shihet përmbajtja e kësaj kategorie. Në këtë pjesë këto caktojmë dokumentin e çfarë forme dëshirojmë të ruajmë. Si për shembull na caktojnë Microsoft Word Documents. Në përcaktimin e tipit dokumentit e kemi përcaktimin e ruajtjes së dokumentit automatikisht mas sa minuta dëshirojmë të lojmë. Shembull na kemi këtu në 7 minuta, e bëjmë në 3 minuta. Çdo 3 minuta do të ruhet ky dokument. Në këtë pjesën këto e përcaktojmë vendin se ku dëshirojmë të ruajmë këtë dokument. Për shembull në desktop. Okej. Shkojmë te kategoria language, ku e kemi gjuhën, me të cilën është instaluar Office në English. Shkojmë në OK. Disa përshtatje në Microsoft Word 2010. Pasi të keni instaluar programin, do të vleni se sa që shkruani i e vogël, ajo do të shndrohet në i të madhe. Për të larguar këtë opcion në kategorinë Proofing, duhet të klikoni në butonin, shkojmë në File, Option, Proofing, në butonin, dhe do të vendosëm në Replace shkronjën i e vogël, ku në shkronjën i e madhe. Ta që kemë bu që automatikisht sa e dëshirojmë të shkruajmë i e vogël të jetë në atë formë. Ok. Shtypin tastit. Ok. Nga menuja file mund të manipuloni me dokumente dhe të bëni përshtatjen e programit sipas preferencave tuaj. Klikoni në menun file. Do të hapet menuja file, siç shihet në desktop. Menuja file na ofron disa opsione. Për ruajtjen e një dokumenti, na ofron save ose save as, shtypum save as. E caktojmë lokacionin ku dëshirojmë të ruajmë këtë dokument, desktop. Pasi që kemë caktuar lokacionin, shtypum të file names, e shënojmë emrin ku dëshirojmë të ruajmë, e caktojmë tipin e çfarë tipi dëshirojmë të jetë ky dokument në Word, dhe shtypum në save, ku dokumenti është ruajtur me desktop. Kjo është dokumenti të cilën e kemë ruajtur. Menuja file na ofron mundësinë për hapjen e dokumenteve ekzistuese. Nëse dëshirojmë të hapim një dokument, cili ekziston më herët, kemi mundësinë. Shkojmë në Open, na hapet dritarja kodër të kësaj komode. Shkojmë në kërkojmë një file në desktop, kërkojmë një file, cilën dëshirojmë të hapim. Këtu i kemë 3 file në Word, të cilët i kena krijuar. Këtu në japet mundësia për hapjen e filave, hapja e dokumentit, kodër tyre, ku gjenden. Në këtë pjesën por, dokumenti do të hapet dhe do të përmirësohet. Në këtë pjesën por, ku e kemi. Në shtypum të dokumentit që cilën dëshirojmë të hapim,
Access Test 2010, pasi që të shtypim Open, ky file do të jetë aktiv, siç shifet në figurë. Mbyllja e këtij file mund të shkojmë në file, mund të shkojmë në klasë. Është mbyll file të cilën e hapëm më herët. Krijimi një dokumenti të ri. Microsoft Word na ofron krijimin e një dokumenti të ri. File, new. Këtu na ofron disa mundësi në kuadër të kësaj drejtores për zgjedhjen e një dokumenti. Shkojmë në blank, pasi që shtypëm dhe ku e kem një dokument të ri. Për shtypjen e një dokumenti na ofrohet mundësia nga menuja file, shkojmë në file, shkojmë në print. Në kuadër të kësaj drejtore i kem disa mundësi për shtypjen e këtij dokumenti. Print na jap mundësinë për të shtypur në atë moment që e shtypum print. Kjo pjesa këtu na jap mundësinë për kopijimin sa kopje dëshirojmë të kemi. Në anën e majtë e kem dokumentin të cilin dëshirojmë të shtypum. Në pjesën këtu e caktojmë çfarë pajisje periferike kemi, çfarë printeri. Pjesën këtu e kemi printimin e të gjitha fletave. Këtë pjesën këtu i kem kopijimin. Këtë pjesën këtu e kem mallësinë e letrës, në çfarë mallësie dëshirojmë. Në këtë pjesën këtu i kem margjinat ose kufizimin e fletës, të cilën dëshirojmë të shtypim në kuadër të opsionit print. Këto janë disa prej mundësive që na ofron ky aplikacion. Ne të mbyllim në butonin Class. E hapum një dokument ekzistues. Në kuadër të këtij dokumenti do t'i kryejmë disa veprime të cilat na ofron programi Microsoft Word. Ne do të bëjmë formatizimin e tekstit përmes mini shiritave të vogël ose mini toolbar. Formatimi i tekstit ka të bëjë me ndrrimin e pamjes së shkronjave me qëllim të rënies në sy të ndonjë mendimi, urdhre për kufizimi e tjera. Me rëndësi të veçantë, formatizimi i tekstit mund të bëhet shpejt përmes mijut shiritit të veglave, i cili shfaqet si qasti i përgjithësisë së ndonjë teksti. Ne mund të bëjmë përzgjedhjen e ndonjë teksti për të bërë disa formatizime në kuadër të këtij teksti. Spari shkojmë e selektojmë atë pjesë të tekstit të cilën dëshirojmë të formatizojmë. Shkojmë e selektojmë tekstin të cilën e kemi të shkruar. Në kuadër të këtij teksti do të bëjmë disa ndryshime. Do të bëjmë mallësinë e shkronjave në kuadër të teksti në 14. Do të bëjmë në formën ose ngjyrën e këtyre shkronjave, e marrëm në këtë formë, në ngjyrën e kuqe. Mund të bëjmë mallësinë e këtyre shkronjave në këtë formë, ku e kem, ose zvoglimin e shkronjave në këtë formë.
Mund të bëjmë stilin e tekstit në bold, u do këtë formë. Mund të bëjmë në italic, u do në këtë formë, si që shifet. Ose mund të bëjmë në njëzimin e këti teksti të cilën e kemë në kodër në atë vlas. Këtë pjesën këto. Këtu i krytëm disa veprime në kodër të programet Microsoft Word, në kodër të vegrave të cilat dinë në kodër të kësaj ritare. Këtu mund të bëjmë dhëmzimin nga ana e majtë, mund të bëjmë centrimin e tekstit, mund të bëjmë dhëmzimin nga ana e dla. Këtu e bëjmë rafshimin e këtij teksti. Në këtë pjesën këtu e caktojmë hapësirën mes pjesëve, sa dëshirojmë në kodër të këtij teksti të cilën e kemi. Në kodër të kësaj dritare, ne mund të vendosim dhe vizoren e cila na shërben për dimensionet në kodër të tekstit. Ne shkruajmë të menuja view, shkruajmë në ruler dhe këtu e kemi të vendosur vizoren në kodër të tekstit. Këtu na japin mundësinë për caktimin e një pjesë të tekstit në cilën pjesë dëshirojmë, si për shembull kjo pjesa këto ku e kemi. Neve na japin shumë mundësi. E kemi vizoren horizontale edhe e kena vizoren vertikale. Mund të vendosim në render në këtë formën këto, si që shifet. Mund të vendosim edhe navigacion në këtë pjesën, na japin mundësit katër këtyre në këtë pjesën këto, ku dhe mund të bëjmë largimin përmes menys X ose përmes tastit në këtë pike këto, edhe në këtë pjesën këto. Ne mund të caktojmë sa fletë të shirojmë të kemi, një fletë, mund të caktojmë sa në do në dy pje fletë, këtu i kemi dy fletë në kodër të tekstit, ose page with kodër krejt tekstit. Në page, këtu e kemi zoomin ku na përcaktojmë dokumentin në këtë formë. Këtu e kemi zoom në kodër të saj. Këtu mund të përcaktojmë në 75%, mund të përcaktojmë në 100%, mund të përcaktojmë në 200%. Këtu e ato cilat neve në përcaktojmë, ose tekstet në formë të fare dëshirojmë ne. Kena mundësit kodër të insert view. Kem full screen me pas këtë pjesën këtu, ku ne kem gjithse dy faqe këtë pjesë këtu në kodër të kësaj. Këtu na japet mundësia me rujt këtë pjesë, ose zoom në këtë pjesë këtu, më këthy në pjesën prap, ku jem ka të print, ku ke fullur edhe me heret. Zoom ka shumë mundësi për zmadhe. Të jenë disa prej opcioneve view, të cilat ne e bërëm për zgjedhjen. Tani kalojmë të menuja insert, dhe që ne e përfunduam punën në menun view, ne do të shkojmë të menuja insert dhe të bëjmë disa insertime. Spari të bëjmë insertimin në një tabele në kodër të fletës ponuse. Për të bërë këtë insertet të kësaj tabele, shkojmë morëm një fletë të re ponuse. Shkojmë të fleta e dytë, në këtë pjesën këto, pozicionojmë këto dhe bëjmë insertimin e tabelës. Programi Microsoft Word na ofron mundësi për insertimin të tabelës. Mund të bëjmë insertimin duke pozicionuar në këtë pjesë këto, në këtë formë, dhe duke bërë përzgjedhjen e kolonave në kodër saj. Mund të bëjmë insertimin përmes insert table, ose përmes lapse i cili gjendet në kodër saj.
ne bëjmë një insertim në këtë formë, këtë një insertim, dhe mund të bëjmë një insertim në formën tjetër, në këtë pjesë, ku i kem numrin e kolonave, edhe kem numrin e rreshtave, i kem 5 kolona dhe 2 rreshta. I morëm 4 kolona dhe i morëm 5 rreshta në këtë formë. Këtu e kem bërë insertimin. Këtu e kem format të ndryshme të tabelave, cilat na jap programi Microsoft Word. Mund të marrëm një për shembull në këtë formë, ose mund të shkojmë të pozicionohemi në këtë formë, të bëjmë përzgjedhjen e një tabele tjetër sipas dëshirës. Mund të shënojna numrin e dorë, mund të shënojna emri, mund të shënojna mbiemri, dhe mund të shënojna shkolla, shërbim për. Kjo është forma e krijimit një tabele. Këto mund të bëjmë përzgjedhjen e ngjyra në kuadër të tabelës, të qelive në tabelë në këtë formë, ose mund të marrëm një ngjyrë në këtë formë këto, ose mund të bëjmë përzgjedhjen në këtë formë këto. Këto na japet mundësia për largimin e njërës prej vija, ose vendosjen e një vije në pjesën e poshtme, pjesën e lartë, pjesën majtas, djathtas, largimin komplet e asaj pjese, krijimin e një tabele e shumë mundësi të tjera. Tu i kem stilin e vijave të ndryshme në kuadër të saj. Këtu kem stilet të ndryshme. Tu mund të marrëm lapsin, o ngjyrën, kuadër, cilën dëshirojmë të bëjmë ne. Këtë formë, ose në këtë formën kështu. Këtu e kem komen, cila na mundëson për fshirjen e këtyre. Në këtë pjesën këto, ose në këtë pjesën këto, në këtë pjesën këto, ose në këtë pjesën këto. Pas që bëjmë insertimin e tabela, mund të bëjmë edhe insertime të ndryshme, si që kemi këto format këto. Edhe këto janë disa insertime të cilat mund të përdorim në kuadër të programit tonë. Njëra është kjo formë, këto. Kemi insertime të ndryshme, kemi insertime e marrëm këtë, ose insertime në këtë pjesë, kuadër tyne, ose insertimin të ndryshme. Këtë formë, në këtë formë, se që e përnë përzgjedhjen e tyre. Pasi që ka bërë insertimin, ne do të bëjmë dhe grupimin e tyre. Shkojmë e bëjmë selektimin, pozicionohëm në kuadër të tyre, shkojmë në grup, dhe e kem bërë grupimin e tyre. Mund të të rjeku në cëtlan pjesë dëshirojmë. Kjo është grupimi në kuadër të programit Microsoft Word. Këto mund të vendosëm në cëtlan pjesë dëshirojmë, të këtyre, ose si dëshirojmë forme të kemi. Për më largu prej grupimi, shkojmë në grup dhe kemi të gjitha të larguar prej grupimi, cilat i bërëm ma herët grup. Shkojmë e bëjmë insertimin e një pikture përmes insert pictures. Shkojmë pozicionuar në desktop. Pasi që jemi pozicionuar në desktop, shkojmë përmes shiritit rreshqec. Do të bëjmë insertimin e kësaj pikture ku gjendet në desktop. Pasi që bëjmë insertimin e kësaj figure, ne mund të bëjmë ndryshimin e stilit të kësaj figure.
mund të marrëm për shembull një stil këtë formë, mund të marrëm në këtë formë, mund të marrëm ngjyrat në kuadrat e saj, këtë formë, ose mund të marrëm në këtë formë, ose mund të marrëm në këtë pjesën, kështu. Ose mund të vendosëm pikturën në cilën pjesë dëshirojmë të fletës punuese, në fund të fletës punuese, ku e kem këto, ose mund të pozicionojmë në mes në anën e djathtë, këto, ose në mes në anën e majtë. Mund të bëjmë dhe insertimin klipeve përmes programit Microsoft Word, ku përfshihen disa klipe në kuadrat e tij. Këtu e kem bërë insertimin në një klipe në kuadrat e programit Microsoft Word. Mund të bëjmë ndryshimin e tina në këtë formë sipas dëshirës. Mund të bëjmë rritje në këtë formë, ose mund të bëjmë në këtë formë, siç dëshirojmë. Pasi që bënëm insertimin e tyre, e bëjmë edhe insertimin e një diagrame në fletën tjetër punuese, insert chart. Në anën e djathtë i kem tipet ose format të diagramave, për shembull në këtë formë. Shkojmë bëjmë përzgjedhjen e kolonë, bëjmë këtë përzgjedhje, shtypim tastin OK, ku në kuadër të desktopit na vjen një dritare e programit Microsoft Excel, ku e kem të krijuar një tabel. Pasi që të bëjmë insertimin e kësaj tabele, ne do të kem insertimin e diagramit. Këtu e kemi insertimin e diagramit, të cilën e bënëm sipas dëshirës. Këtu janë ngjyrat ku mund të ndryshojmë në kuadër të këtij diagrami. Këtë formë. Në këtë. Pasi që bënëm insertimin e diagramit, mund të bëjmë screenshot edhe pjesën të cilën dëshirojmë ose pjesën e desktopit. Ne të bëjmë me screen pjesën e desktopit në këtë formë. Na bënëm në këtë formë me screen pjesën e desktopit cilën dëshirojmë na. Format të ndryshme. Pasi që e kryetëm edhe këtë operacion në kuadër të insertit, mund përmes insertimit me Word Art të bëjmë edhe insertimin në një teksti. Këtu mund të shkruaj shkolla e mesme profesionale. SMP, shkruesat e shkollës mesme profesionale. Këtu e kem kufizimi i kornizës në këtë formë, prapavia, paleta e ngjyrave, këtë formë. Këtu pjesë, çfarë pjesë dëshirojmë të vendosim në tridimensional, këtë formë. Këtë formë. Këtu janë format të ndryshme. Mund të bëjmë insertimin edhe një teksti, ku e kem këto.
insertimin e tina. Këtu I kem paletën në ngjyrave, këtë pjesës, këto. Mund të vendosëm në një pozicion sipas dëshirës. Mund të vendosëm në këndin 90 shkallë, këtë pjesë, ose këndin 270 shkallë në këtë pjesë. Në këtë formë. Pasi që bënëm insertimin e vërtet, mund të bëjmë edhe vendosjen e headerit në kuadër të fletës punuese ose footerit në kuadër të fund fletës punuese. Shkojmë këtë formë. Këtu e kemi bërë përzgjedhje. Këtu e shënojmë emrin cilën dëshirojmë të shkruajmë. Dhe këtu e bënëm footerit lartë ose pjesën e errëme në anën e djathtë të fletës punuese. Këtu kena forma të ndryshme për vendosjen e numërimit të fletave në kuadër të programit Microsoft Word. Ne bëjmë përzgjedhjen e kësaj, ku e kena përmes alfabetit kuadër të programit Microsoft Word. Për me ndryshu cilën formë dëshirojmë të marrim, ne këtu e kem format e numërimit. Ne mund të bëjmë numërimin prej kësaj forme, 1, 2, 3, ose në cilën dëshirojmë ne. Ne marrim formën standarde në kuadër tina. Pas që e marrim këto, ne këtu e kem të përcaktuar prej cilët numër dëshirojmë të startojmë prej numrit 2. Ne e morëm dhe startojmë prej numrit 2. Ne kemi forma të ndryshme të insertimit të fletave. Kemi siç shifen, kjo është njëra prej tyre, tjetra format të ndryshme. Këtu mund të fshijmë ku ke bërë insertimin e numrit në kuadër të fletës punuese. E bërë përzgjedhjen në këtë formë, ku kemi të headeri në pjesën e errëme, ose e vendosëm në pjesën e poshtme në kuadër të programit Microsoft Word. Për shembull, në këtë pjesën këto, cila gjendet këto. E bërëm insertimin e kësaj, siç shifet këto. E bëjmë në ngjyrë të theksuara për të kemë një dallim se siç e bërëm. Programi Microsoft Word na jep edhe shumë mundësi të tjera për të insertuar. Mund të marrim ose text box, kutinë e teksteve, për të bërë një tekst në kuadër të një kutije në kuadër të programit Word. Për shembull, këtë formë, këtu kena forma të ndryshme, për shembull, ne mund të bëjmë përzgjedhjen e njërës prej këtyre sipas dëshirës. Mund të marrim këtë pjesën këtu. Këtu e kemi një tekst, mund të fshijmë këtë tekst dhe të bëjmë insertimin e një teksti tjetër. Këtë formë. Kemi edhe mundësi tjera të insertime të ndryshme. Mund të bëjmë insertimin e datës, ku shkojmë në Data Times. Këtu e kemi një tabelë ose një dritare, ku na ofron mundësitë për insertimin e datave, sipas dëshirës. Tu i kemi përzgjedhjen e gjuhëve, I kemi 2 gjuhë, cilat dëshirojmë të bëjmë insertimin e këtyre datave. Tu mund të marrim për shembull këtë pjesë. Tu e marrim datën, ku e bëjmë insertimin, e bëjmë ndryshimin e masisë ngjyrave në këtë ngjyrë, e bëjmë stilin, format, ose e bëjmë me blu, e bëjmë rritjen e këtyre. Kem shumë mundësi tjera të insertimeve, insertimin e objekteve, insertimin e objekteve. Tu mund të bëjmë insertimin e një objekti
përmes këtij opsioni këtu. Do të bëjmë insertime. Të bëjmë insertimin ku mund të bëjmë përzgjedhjen ose shkruajmë një formule, shumën në këtë formë ku e bëjmë përzgjedhjen. Këtu mund të bëjmë edhe zmadhime për shiku përbaqen e saj, siç në këtë pjesë. Pas insertimit nga menuja insert, si për shembull të një pikture ose përmes Word Art, ne erdhëm në përfundim të punës sonë, të cilën e bënëm në programin Microsoft Word 2010. Ne filluam me insertimin kodër teksteve, me ngjyrën, masinë e teksteve, me kodër të këtij programi. Erdhëm të tabelat dhe erdhëm të pjesa e fundit në kodër të këtij programi. Pasi që erdhëm në fund të këtij programi, ne do të bëjmë edhe një insertim përmes Word Art. Bëjmë një insertim ku do të shënojmë email adresën tonë, ku mund të na kontaktoni përmes kësaj email-e. Nga Ruka hotmail.com. Këtu e kem email adresën tonë në këtë formë. Pasi që erdhëm në përfundim të punës në kodër të programit Microsoft Word, ne mund të bëjmë llojvojtjen e këtij dokumenti. Mund të vendosim dhe një password këtij dokumenti që të mos u qasen personat të pa autorizuar në kodër të dokumenteve tonë. Shkojmë në file, shkojmë në këtë pjesën tonë, encryption, edhe shënojmë një password. 4, ok, e shënojmë. Edhe pasi në arë korniza ose dritare e dytë për konfirmimin e passwordit, shtypëm ok. Dhe ne mund të shtypëm në tastin për close. Ne pasi që e vendosëm fjalëkalimin dokumentit tonë, të cilin punuam edhe më herët, ku dokumenti jonë e pat emrin SHMP ne do të shkojmë të klikojmë për mbi dokumentin dhe të hapëm ose të bëjmë aktivizimin e tij. Pas që klikuam për mbi dokument ekzistues, neve na u paraqet një dritare, ku në kodër kësaj dritare na japet mundësia për vendosjen e fjalëkalimit të cilin e dha më herët. Ne vendosëm fjalëkalimin. Pasi që vendosëm fjalëkalimin në këtë pjesën këto, ne do të shtypim tastin enter për të shikuar përmbajtjen e fletës punuese e cila ekziston më herët. Pasi e dham fjalëkalimin, shtypim tastin enter, ne kem fletën punuese ku punuam edhe më herët. Ne erdhëm në fund të programit Microsoft Word, ku folëm për menyn file, edhe pse nuk e përmendëm gjitha mundësit se la na ofron kjo meny. Ne mund të kem shumë opsione tjera në kodër të kësaj menys. Folëm për menyn home, folëm për menyn view, insert. Gjitha këto janë sa për këtë programit Microsoft Word 2010. Ju faleminderit për mirë kuptim.